Në brigjet e velipojës e deri në lartësinë malore të Korçës, Rally Albania vjon rrugëtimin e tij të 21. Më shumë se një garë me motora, ky aktivitet sportiv është një aventurë që mbledh bashkë dhjetra të apasionuar nga e gjithë Europa, të cilët sfidojnë terrene të vështira, mo të paqëndrueshëm dhe mbi të gjitha veten. Pas një qëndrimi në Shkodër, gara ka ndaluar këtë herë në Korçë, ku adrenalina e motorëve takohet me mikpritjen e juglindjes shqiptare. Njëri prej garuesve korçar, Sergja Tolli, me përvojë në garat me motor që nga viti 2010 na flet për sfidat dhe bukurinë e këtij sporti. Pasioni për motorat po bëj shi i vogël që ka mësuar motorin. Pastaj avash nga 2010 ka filluar me garat, me motocross edhe enduro. Tani vazhdojmë kur kemi kohë, bëjmë stërvitje, shkojmë nëpër gara, kënaqem. Rally është një sport shumë i bukur, domethënë ka ato specifikat e veta, domethënë ku nuk është vetëm të ecësh me gaz në fund, sepse ka navigimin që është një gjë shumë e bukur edhe e vështirë, por duhet të kombinosh edhe shpejtësinë edhe navigimin, që mos ngatrohesh dhe të arrish dalë shqiptarin. Terreni ka, domethënë pjesët kur janë shumë balt, kur ka shumë gur, është shumë terren i vështirë edhe të lodh, sidomos tani që është edhe vap. Garat për një i apasionuar pas motorave janë shumë kënaqësi, domethënë përveç se të jep kënaqësinë garat, të jep kënaqësinë edhe shoqëria, që kemi të njëjtin pasion motorat, edhe kalohet shumë bukur. Për shumë të tjerë, ky nuk është vetëm një aktivitet garues, por një pasion që ka lindur në fëmijëri. Kështu rrëfen edhe Dario Xharo, një tjetër garues shqiptar kampion në Motor Rally vitin e kaluar. Atëherë pasioni besoj filloi vitin 2004-2005. Kam qenë diku te 7-8 vjeç, kur kam parë filmat e parë me gara me motor, çdo gjë. Aktualisht filloj me makina, po kaloj avash tek pjesa e motorëve. Pjesëmarrja në për gara nuk ka qenë haqe e shpeshtë, po për rally, sidomos motor rally që është pjesa e garave në kampionatin shqiptar, vitin e kaluar kapëm vendin e parë, dolëm kampion, se vitin e si vjeçëm nuk kemi pasur mundësi për pjesëmarrje aq sa duhet. Por prap bëhemi pjesë e grupit si gjithmonë. Nuk mund të kërkojmë më shumë se ç'na kanë dhënë. Janë që ka qenë gjitha, mund ta dëgjosh edhe vetë se çfarë bëhet. Kemi pasion, çdo gjë që na lejon të hipim maj motorit do e përqafojmë. Sigurisht që po. Edhe ka pjesë që nuk mundemi fare të kalojmë. Po detyrimisht do anashkalojmë disa rrugë për ta bërë më qef eksperiencën në përgjithësi. Në mesin e garuesve ka edhe emra të rinj si Xhalil Ahmad, një djalë me origjinë pakistaneze lindur në Itali, i cili po përjeton garën e tij të parë. Është hera ime e parë që marr pjesë në këtë event, është shumë fantastik. Më pëlqen shumë vendi. Unë kam vetëm 3 muaj që drejtoj motorin. Jam i ri në këtë aspekt. Më pëlqen dhe shpresoj ta vazhdoj gjatë gjithë jetës. Kam lindur në Itali, por me origjinë jam nga Pakistani. Korçën ende nuk e kam parë sepse sapo kemi mbërritur, por Velipoja ku kemi qenë më ka pëlqyer shumë sepse hotelin e kishim afër detit. Për shumë ndërkombëtar si Christian Tum nga Gjermania, ky aktivitet është kthyer në një zakon të përvitshëm. Ai është 60 vjeç dhe ka 44 vite që e praktikon këtë sport. Unë vi nga Gjermania dhe është hera e tretë që vizitoj Shqipërinë. Është vend shumë i bukur. Terreni është i vështirë. Deri tani kam bërë 500 kilometra me motor. Këto evente janë të rëndësishme sepse në Europë në fakt ka shumë pak vende ku lejohet të bësh këtë lloj sporti. Kam bërë edhe miq nga Shqipëria. Kemi ngrënë së bashku dhe jemi një familje e madhe. Drejtoj motorin që në moshën 16 vjeçare dhe sot jam 60 vjeç. Kohë shumë e gjatë, eksperiencë e veçantë që bëhet çdo vit më e mirë. Jo të gjithë pjesëmarrësit janë garues, disa prej tyre janë pjesë e stafit teknik, siç është rasti i Elias Canapieko nga Milano, Italis, i cili ndihmon garuesit me anën mekanike. Ai rrëfen për shtypjet, ndër më të mirat për mikpritjen shqiptare dhe ndihet shumë i lumtur që për herë të parë vjen në Shqipëri e përballet me këtë pozitivitet të pamas. It is actually my first time in Albania. Është hera ime e parë që vi në Shqipëri dhe jam i lumtur që erdha sepse është një vend shumë i bukur me njerëz të sjellshëm me mikprites. Jemi një grup nga Milano, Italis dhe unë ndihmoj çdo garues këtu për anën mekanike të motorit. Deri më tani kanë qenë ditë të vështira, por do të vazhdojmë përpara. Në fakt unë për veten s'do doja të isha një profesionist në motor. Thjesht më pëlqen të drejtoj për shef. Më pëlqen ambienti për të qenë pjesë e një grup njerëzish për të kënaqur e për të mësuar gjëra të reja, si dhe për të eksploruar vende kudo. Në Korçë eca për disa orë, mu duk qytet
vërtet shumë i bukur. Më pëlqen fakti që është si një qytet i vjetër që është ruajtur si i tillë. Njerëzit fantastik gjithashtu dhe po kënaqemi. Pas qëndrimit në Korçë dhe garës të hënën në qytetin juglindor, Rally Albania do të vijojë rrugëtimin e tij drejt qyteteve të tjera të vendit. Gara mbetet një kombinim unik mes sfidës sportive dhe aventurës, duke ofruar jo vetëm adrenalin, por edhe mundësinë për të zbuluar natyrën e qyteteve shqiptare. Edicioni 21 i këtij aktiviteti konfirmon edhe një herë rëndësinë e rritjes të Shqipërisë si destinacion për sportet ekstreme.